bazë të informacioneve që kena të 20 dhatorit të vitit 2025 nga kryetarët e sindikatave të biznesit vogël, rezulton që kanë mbyllë çepenat edhe 18 bizneset vogla, ose bizneset familjare që quajmë na. Dihet se ju e dini mirë se shkakun se pse këto biznese mbyllen, për shkak të keq menaxhimit nga ana e qeverisë shqiptare të mbrojtjes tyre kundër mos falimentimit, rënia fuqisë, blerëse, varfënia, shpopollimi, dinë këto kushte të cilat bëjnë mbylljen e këtyre bizneseve. Nga 4500 biznese që ju kam informuar ju media dhe rradhën tjetër, sot ekzistojnë 1850 biznese. Gjithmonë si mos informacioneve që marrim nga kryetarët e sindikatave të territorit. Ajo që po hasim dhe që po luftojmë fort, edhe dje në Tiranë që isha mbledhur, ishte problemi i pensionistëve. Çfarë do të thonë me këtë? Për shkak të varfënisë, për shkak të pensioneve të vogla, një kontingjent biznese, një kontingjent, më falni, pensionistash, për shkak të varfënisë kanë gjetë burime alternative tjera jetësore, kanë hap biznese. Kanë marrë kredi apo diçka në format kësaj natyre për të hap biznese të vogla. Mirë, po çfarë ndodh? Qeveria shqiptare, ekzekutivi shqiptar këtyre bizneseve jo merr edhe sigurime shoqërore. Në anën e parë, ana e parë e medaljes është sepse nuk i çon, na kërkojmë o rriti pensionin këtyre njerëzve që punojnë. Pensionista që kanë 150.000 lekë pension, o rriti pensionin ose hiç sigurime shoqërore. Të dyja qeveria shqiptare deri më sot kërkesa e bashkimit sindikatave të pavarura, sidomos të qarkut Shkodër, është në vend shurdull. Ne do të luftojmë për të zgjidhur edhe këtë problem. Një problemi tjetër që kena has si zyrë, si institucion, është se një kontingjent tjetër pensionista shtu në Shkodër shëtisin në për institucione sepse nuk janë të qartë se rritja pensionit çfarë forme dhe në çfarë niveli shmahen. Dhe ka shumë pensionistë që vinë, i drejtojnë zyrët tonë në prej hallit se nuk janë në gjendje t'ia zgjidhim, i drejtojmë drejt organit sigurimit shoqëror. Për shkak se qeveria shqiptare thotë, është rrit pensioni 6 deri në 18, mirë po sigurimi shoqëror kanë politika tjetër vazhdimni. Nuk ligojnë ekzekutimin shqiptar. Ata e marrin pensionin në aspekte tjera, kryeministri flet në aspekt tjetër, jo, nuk është i pranueshme kjo. Pra, pensionistë hallakate nëpër zyra dhe kur janë sa ashtu gjetë zgjidhje. Me këtë trend që ju thatë për sa i përket biznesit, si e parashikoni 2026-ën, duke patur parasysh që nga shifrat janë 3 fish më pak biznese që operojnë? Po është e vërtet. Po ju informoj edhe një gjë tjetër, sepse 2026 është një vit edhe më i errët, e kam parashikuar 2025-ën, edhe 2026 po ju informoj se është një vit edhe më i errët sepse ju po shihni investimet huaja s'kan Shkodër. Shkodra i përket një fshatit të madh i dal nga lufta. Pra, kuptoni se biznesi do të shkojnë edhe më keq, këtu do të jena prap, do të informojmë njëri tjetrin sepse unë ju falenderoj që aktivitetet tona i njeknin dinamik, do t'ju informoj edhe rrallë tjera, si mas informacione që do të marrim, t'ju tregoj sepse në gjendje do të shkojnë biznesi vogël. Duhet kuptojmë se biznesi vogël do t'i japim përparësi sepse 60% të ekonomisë shqiptare ka biznesi vogël. Na si japim përparësi, ne përdojmë politika diskriminuese ndaj biznesit vogël. Dhe prandaj gjendja në këtë vend në Shkodrën tonë që ka shku në këtë formë. Faleminderit.